Fillimi i krijimit të perandorisë bizantine daton që nga gjysma e parë e shekullit të IV. Në këtë periudhë, perandori Konstantini i Madh urdhëroi zhvendosjen e kryeqytetit të perandorisë romake nga perëndimi në lindje. Kryeqyteti u vendos në qytetin e Bizantit, i cili më vonë u quajt Konstantinopoj. Bizanti si shtet i pavarur filloi formalisht jetën e tij në vitin 395. Atëhere, perandori Teodosi e ndau perandorinë romake në dy pjesë. Në pjesën perëndimore, të quajtur Pars Occidentis, dhe në pjesën lindore, të quajtur Pars Orientis. Pjesa perëndimore u shkatërrua përfundimisht në vitin 476, ndërsa pjesa lindore, e njohur si Perandoria Bizantine, vazhdoi të ekzistojë edhe për rreth 1000 vjet. Bizanti qëndroi deri në vitin 1453. Në atë vit, Konstantinopoja u pushtua nga turqit Osman, duke shënuar fundin e perandorisë bizantine. Konstantinopolisi paraqiste urën e artë të tregëtisë. Marrëdhëniet ekonomike ndërmjet qytetit dhe fshatit këtu kishin ngelur relativisht stabile, nuk ishin shkatërruar si në pjesën perëndimore. Fuqia punëtore e sklevërve edhe më tutje shfrytëzohej, por shumë më tepër në prodhimtarinë zejtare të qytetit sesa në bujqësi. Në këtë pjesë gjendeshin hambarët më të mëdhenj të drithit të botës së atëhershme, siç ishte Egjipti, fusha pjellore të Sirisë dhe Azisë së vogël e të ngjashme. Pjesa më e madhe e tokës bujqësore punohej nga fshatarët e lirë, që këtu qëndruan shumë më gjatë se në pjesën perëndimore. Edhe pjesa lindore e perandorisë romake ka qenë mjaft e ekspozuar sulmeve barbare. Këto sulme edhe bizantit i shkaktuan rënime dhe shkatërrime të mëdha materiale dhe njerëzore. Por, megjithatë, fal pozitës gjeografike dhe politikës së shkaft, i shpëtoi okupimit dhe shkatërimit, ashtu siç ngjau me pjesën perëndimore. Bizanti, duke përdorur manovrime efikase politike, i arriti disa herë që sulmet barbare të drejtuara, kah ai t'i orientonte, kah perëndimi. Bizanti, edhe gjatë shekujve të mëvonshëm, edhe pse ishte vazhdimisht i sulmuar nga të gjitha anët, me një politik të shkathtë. Në fjalorin politik përdoret shpreha politik bizantine, që shpreh një politik të paskrupullt, përqarse, pa kritere dhe principe morale për arritjen e qëllimeve të caktuara. I arrinte që në radhën e kundërshtarëve të krijonte përçarje dhe nga armiqt të krijonte aleat, dhe për vete të krijonte situata të favorshme. Bizantinasit e quanin vetveten Romej, ndërsa shtetin e tyre Perandoria Romeje. Edhe popujt dhe shtetet e tjera të kohës bizantin e kanë njohur dhe konsideruar si shtet romak. Emri Bizant vjen nga fjala Bizantion, që ishte një qytet, shtet, koloni greke, i themeluar në shekullin 6 para erës së re në Bosfor, mbi themelet e të cilit u ndërtua Konstantinopolisi.